Erdhi një njeri I varfër te pejgamberi alayhis salam dhe I kërkoi ndihmë. Pejgamberi alayhis salam nuk I dha para. I kërkoi çfarë kishte në shtëpi. Ai solli një enjë dhe një batanie. Pejgamberi alayhis salam I shiti ata. Një pjesë I tha bli ushqim për familjen dhe në pjesën tjetër ble një sapat dhe shko puna. Pas 2 javësh ai u kthye me rroba dhe ushqim. Pejgamberi alayhis salam I tha: "A nuk është kjo më e mirë se të kërkosh lëmosh e njerëzit ose të japin ose jo?" Dhe pastaj tha fjalët që sot duhet t'i dëgjoj çdo I ri. Ushqimi më I mirë që njeriu e ha është ai që e fiton me duart e veta. Kjo është diniteti, jo lypja, jo dembelizmi, jo justifikimi. Mos prit që bota të t'jap. Ngrihu dhe ndërto jetën tënde me mundin tënd. O I ri, bukuria jote nuk është në dukje, por në djers. Mos ki turp të punosh, ki turp të rrish pa bërë asgjë.